Përshëndetje të dashur shikues, jemi sërish së bashku në emisionin Ftesë në studio këtu në televizionin Alsat që tashmë është bërë mik i shtëpive tuaja. Sot në këtë emision do të flasim për maturantët, fokusit të cilëve në fakt është tek ata, këtë javë është tek ata fokusi, maturantët të cilët në fakt e përmbyllin një kapitull të jetës së tyre për të vazhduar një kapitull tjetër që është shumë i rëndësishëm, që janë në fakt studimet, por edhe profesionin të cilin ata do të vazhdojnë. Ne e dim të gjithë që ato tashmë janë duke i bërë ato përgatitjet e maturës, flasim për mbrëmjen e maturës, në fakt që japim shumë rëndësi, sepse çdo kush e ndjen që kjo është një mbrëmje shumë e veçantë për ta dhe çdo kush dëshiron që të duket sa më bukur. Dhe pikërisht në këtë pjesë të parë do të flasim për këtë, do të flasim me një stilist dhe dizajner për të na treguar pak se çfarë kërkojnë maturantët e sotëm, cilat janë kërkesat, a ka ndryshuar mbase edhe me vitet e kaluara mënyra se çfarë kërkojnë maturantët për të veshur dhe si të duken. Këtu me mua është dizajneri i njohur që tashmë është bërë mik i Alsatit në fakt, Neshat Loki, me të cilin do të bisedojmë pikërisht për këtë temë. Përshëndetje Neshat, faleminderit shumë që erdhe, që je pjesë e emisionit Ftesë në studio. E di që je shumë i angazhuar këto ditë, sepse edhe maturantët, por ke pas edhe disa çështje personale për të cilat ne biseduam, kështu që faleminderit shumë. Po. Faleminderit edhe për juve për ftesën. Po ashtu prezantimi im këtu është bërë me të vërtetë të ndjem tamam si në shtëpi dhe ndjem shumë i rahatshëm. Po ashtu edhe njëjtën kohë dhe i privilegjuar, po tash koha është e limituar, normalisht, e the edhe vetë shkaku i maturantëve, mundohemi të kryjmë shërbimin sa më të mirë ndaj atyre, që ato të dalin sa më të rahatshëm dhe më komod në natën e mbrëmjes naturës. Po ashtu edhe normalisht që të kemi kohë pak merremi me gjërat personale tonat, si që biseduam pak para se me fillu emisioni, kam pas disa punë personale, që kam bërë një riparim të vogël tek dhëmbët, që shfrytëzoj rastin ta përshëndes doktorin Visar Jashari, stomatolog që është shumë i mirë dhe i suksesshëm. Kështu që e shfrytëzoj një kohë. I ke mbaruar po, këto punët personale tash direkt të kapin në atë. Themi tek tema më kryesore. Sigurisht. Të hyjmë pak në temë tash me maturantët, sepse di që je i ngarkuar prej në momentin, domethënë që kur erdhe këtu në Alsat, telefonatat nuk të më the që telefonatat nuk të kanë mbaruar, sepse maturantët sigurisht i presin ato mbase provat e fundit për fustanet apo për veshjet që ato kanë. Më trego pak çfarë kërkojnë maturantët e sotëm, të kuptojmë pak dhe ne base si ka ndryshuar edhe mënyra e të veshurit tek maturantët? Dihet që zakonisht në çdo vit ndryshojnë. Moda ndryshon, po ashtu edhe veshjet edhe kërkesat e maturantëve, kështu që si zakonisht ka ndryshime të përcaktuara, po në këtë vit me të vërtetë shoh ndryshime të mjaftueshëm dhe kërkesat janë në pamje të dokën, le të themi, ketë një glamuritet sa më të madh dhe shikojnë më shumë tek materialet që përdorin sa më shumë shkëlqim. Po ka, domethënë kemi 3 lloje të materialeve që më së shumti përdoren, që është tyli, është danteli, edhe po ashtu edhe materialet me shkëlqim të madh që kanë. Kështu që në këto 3 materialet kryesore është kërkesa e madhe, po normalisht secila e ka përqindjen e përcaktuar që kërkojnë për ta patur në trupin e tyre. Sigurisht. Si mund ta përshkruash ti si stilist, si dizajner, si e përshkruan stilin e tyre të maturantëve, si e sheh të duket që mbase sa vjen po bëhet më mirë mënyra se si po stilohen tash të rinjt, maturantët në përgjithësi, ka ndryshuar shihet me vite, sepse sigurisht ti je ende i ri në moshë, por ke kohë që merresh me këtë punë dhe ke në duart tua le të themi kanë kaluar mbase disa gjenerata, kështu që mund ta bësh pak a shumë atë krahasimin. Krahasimi, siç e thash, është mjaftueshëm, është me vërtetë është një krahasim shumë i madh, por fal rrjeteve sociale dhe ndikimi i madh social i telefonave, celulareve që shohin dhe mundohen të riparohen në pjesën për të dukur sa më në trend, dhe po ashtu normalisht që ti shkoj e veshje që e bën. Unë si zakonisht e them atë termin mundohu të vishesh ashtu ty si të shkon, jo si është trendi, kështu që dikujt i shkon ai trend që është për momentin, por dikujt nuk i shkon, kështu që të mundohen bazohen në atë pjesën
aty si duket, ose asaj si duket veshja më mirë në trup. Kështu që ndryshim ka shumë të madh. Në çdo vit ka ndryshime, në çdo vit ka kërkesa të ndryshme, por rëndësia është temase. Do me thonë, rëndësi mbrëmjes së maturës japin temase rëndësi. Kjo është diçka shumë mirë, por e them edhe disa herë sa japin rëndësi të madhe mbrëmjes maturës, ku tash mbrëmja e maturës është bërë një traditë e zakonshme. Si që the në fillim, është një mbarim i një kapitulli për të rifilluar një kapitull të ri, dhe au japin rëndësi të shohim kapitullit të ri, profesionit, shkollës së lartë që do vazhdojnë, po ato mbetën për të parë në ditë vendim, mbas mbrëmjes së maturës. Se me të vërtet është një ndikim dhe i japi një rëndësi shumë të madhe. Shumë e vërtet në fakt, por këtë do ta shohim sepse unë pas teje me njëherë do të kem në fakt një maturant dhe bashkë do ta pyes se si ndihen edhe për mbrëmjen e maturës, sepse kam përshtypjen që sigurisht i japin rëndësinë më të madhe, sepse aty është përfundimi i gjithë atij kapitullit, por mendoj që në ndërkohë ndihen edhe në stres gjatë kësaj periudhe, sepse çfarë i pret. Megjithatë, neve kemi qenë edhe vetë maturant, edhe e kemi pastaj ata studimet, megjithatë e kemi këtë relaksin verës, verën që e kemi përpara, edhe mendojmë, okej, të mbaroj njëre dhe vera, pastaj do i mendojmë edhe studimet, mos na kap stresi para kohe. Për sa i përket se ti e the që domethënë kërkojnë më shumë veshje glamuroze, domethënë po kërkohet më shumë të egzageruara, apo ka edhe për atyre që kërkojnë më shumë thjeshtësi, mbase të bukura në detaje, por thjeshtësi? Po, shumë saktë. Do të thonë ka varësisht, do të thonë ka një përqindje. Të them sinqerisht, ka një përqindje e madhe që egzagerohen, por është një përqindje e vogël që mundohen të dalin tek thjeshtësia. Elegant, por t'jenë sa më thjesht, por përqindja më e madhe është tek egzagerimi. Shif, nuk them se është e gabueshme, absolutisht, por nuk e shoh të arsyeshme të realizohet edhe çdo gjë të funksionojë në atë natë. Për shembull, vjen koha ku egzagerimet do bëhen edhe më të tjera. Foli tek vajzat, vjen koha martohen, egzagerimet sigurisht që do realizohen edhe në dasma. Kështu që ajo mbrëmje ja vlen të ketë një egzagerim, por me një kufi të caktuar, jo jashta kufive. Sigurisht. Në shatën do të vazhdojmë sigurisht bisedën, por tani do të kemi një shkëputje të shkurtër publicitare, më pas do të rikthehemi për të na treguar pak edhe këto tekat mbase që i kanë maturantët. Rikthehemi së shpejti. Jemi rikthyer sërish në studio dhe këtu jam me stilistin dhe dizajnerin Nishat Loki, me të cilin flasim për zgjedhjen e maturantëve, në fakt çfarë preferojnë maturantët që të veshin. I përmendëm pak a shumë ato që preferojnë mbase më shumë veshjet e egzageruara, glamuroze, të duken materiale të cilat në fakt duan t'i përdorin, por cilat janë ngjyrat të cilat i preferojnë më së shumti, duke qenë se jemi në një periudhë që është pranverë, në fakt verë këndej. Preferojnë më shumë ngjyra apo ende qëndrojnë mbase maturantët tek ato ngjyrat e zeza, e kuqja, këto që janë më... Ndryshimi tek ngjyrat nuk është shumë e madh, edhe në këtë vit, do me thënë këtë sezon, le të themi më mirë, ta konceptojmë më mirë me sezona, ndoshta na vije edhe më lehtë. Në këtë sezon maturantëve ngjyrat nuk kanë ndryshim shumë madh. Sërish shkojnë tek ngjyrat që janë bë pak më tradicionale, le të themi, e gjelbërta, e kuqja, e zeza, e verdha. Ka një përqindje shumë e vogël është që përdorin ngjyra pak më në ekstreme, le të themi, ose më të veçanta, por zakonisht shkojnë tek ngjyrat më elementare, siç i ka më herët. Nuk është që bëjnë ndryshime shumë të mëdha tek ngjyrat, sa që bëjnë ndryshime më të mëdha tek modelet. Modelet, po. Nuk eksperimentojnë pra me ngjyra që të vendojnë në një fustan të disa ngjyra. Jo, sa që tek modeli i fustanit. A ka maturantët a vinë me ide të gatshme, apo vinë edhe aty mbase për të pyetur çfarë më sugjeron ose diçka, apo ka që vinë, sepse sigurisht edhe rrjetet sociale ne pak më herët e përmendëm që rrjetet sociale kanë bërë punën e vet dhe mbase ato shohin në rrjetet sociale çfarë ju pëlqen dhe mbase vinë direkt me ide të gatshme. Si janë më shumë, sipas eksperiencës tënde që ke pas këto kohë të fundit me maturantët? Më shumë janë me idet e tyre, me idet sakta,
vinë me fotografi, por ka edhe ne e bëjmë atë shërbimin tonë më esencial që u tregojmë dëshiron diçka ne të realizojmë apo dëshiron me foton, sepse maturantët mbrëmje maturës është një natë e veçantë për ato, edhe nuk është që duhet shumë presion madh t'u apim ne do të realizojmë modelin, sa që është më mirë të përshtatemi me idetë atyre sa me idetë tona, ne idenë tonë e apim, jo që nuk e apim, por prapë i mbështesim tek idetë atyre që ato qëndrojnë dhe t'jenë më komot në veshën që duan të realizojnë. A frymëzohen shumë nga rrjetet sociale? A ju sjellin për shembull modelet, Jennifer Lopez ose të këtyre? Ka, frymëzohen shumë. Tema se frymëzohen, normalisht, tash krejt rrjetet sociale e bëjnë atë punë më të madhe, dhe është normalisht që është një ndihmëse madhe për gjithë, po shumë frymëzohen, por është një plus shumë i madh, ama tash nuk është sa e marrin frymëzimin më të madh që idenë ta bënë njëjtë siç e kam parë në foto, sa që ka disa që vinë edhe me ndryshime të modelit që e kam parë. Do me thonë, vinë me modelin foto, por njëkohësisht bëjnë edhe ndryshime. Ndryshime të vogla. Sigurisht. Ka pas raste, ose ka raste, për shembull që edhe prindrit ndikojnë në përzgjedhjen e fustaneve, sepse unë mbaj mend më herët ne kur kemi shkuar që të zgjedhim edhe gjithmonë ka qenë mami, kjo sërrina çmiri, kjo në një farë mënyrë ka ndikuar, sepse ato sigurisht gjeneratat pak më ndryshe, e shohin ndryshe mënyrën se si ne vishemi në fakt dhe ne pastaj preferojmë gjërat të tjera. Ka pas raste për shembull që ka qenë prindri dhe ka thënë, "Ok, kjo nuk më pëlqen ky model, po vajzës në fakt mund t'i ketë pëlqyer model." Po, ka raste, domethënë raste kanë të dy anët, domethënë edhe që e përkrajnë, po ashtu edhe që i kundërvjen, kështu që kanë të dy mënyra të raste, por unë personalisht them që është diçka e mirë, nëse është interesimi i prindrit tek fëmiu se si do dali, nuk është diçka e keqe, kështu që më pëlqen ajo pjesë, por është e njëjtë. Vetëm se rastet në të dy anët ndodhin, siç të ketë një kundërshtim tek ideja që e ka fëmia i tij për mbrëmjen e maturës, po ashtu edhe tek përkrahja e fëmijës vet për idenë që e ka zgjedhur. Shumë e vërtet. Cilat janë tekat, se unë thash pak më herët që do flasim pak për ato tekat mbase të maturantëve, ne kemi qenë gjithë dhe gjithmonë kemi bërë kur kemi shkuar tek stilisti apo tek rrobaçepsi apo dikund, jo, po kjo s'më pëlqen një kjo pjesa. Ka kështu tekat që bëjnë që sigurisht që po. Edhe pse ti i thua që kjo është më mirë, ato prap vazhdojnë me atë vetën. Sigurisht që ka, se e thash edhe më herët fakti që rëndësi japin shumë, edhe çdo gjë e shohin më detajisht, kështu që ka shumë edhe më ndodhin lloj raste, por mu më pëlqen. Si zakonisht unë sfiduese mbase edhe për ty. Më pëlqejnë sfidat nëpërmjet klientit, kështu që të më nxjerrin pa ndoshta gabimet e mia, sepse njerëz jemi, po ashtu edhe unë t'ja nxjerr pa idetë që unë i kam shpalos aty, që në publik duket bukur, po ndoshta tek ajo personalisht nuk ndjehet e rehatshme, kështu që ka lloj tekash, po nuk është diçka e keqe, unë më shumë e anoj në pjesën pozitive se sa negative. E sheh si diçka pozitive, sepse ato në fakt janë të vendosur për atë që e duan edhe sigurisht që dëshirojnë të dalë rezultati në maksimum dhe sa më mirë. Sigurisht, po prap ti qëndron tek ajo që i lejnë ato të ndjehen vetë rehat me veten e tyre, pa marrë parasysh se zakonisht unë i lë ato si të ndjehen më rehat. Pa marrë parasysh se mbase në syrin e një dizajneri mbase mund të duket. Mjafton ato dalin të rehatshëm dhe sa më të kënaqur, për neve është gjithçka është okej. Shumë e vërtet. Cilat janë mbase gabimet më të shpeshta që bëjnë maturantët kur bëjnë përzgjedhjen e veshjes së tyre për maturë? Po gabimet, e ke fjalën gabimet tek modelet që tek modelet, sepse sigurisht matura është në mbrëmje e gjatë dhe mbase duhet ta shohim pak edhe atë rehatin, se shpesh shohim vajza që vishen mbase duket shumë bukur vizualisht kur e sheh, mirë po nuk është fare komode fustani dhe gjithë mbrëmje rrin duke ndetur vetëm. Ka ndryshuar koha, sa që në mbrëmjen e maturës realizojnë ka 2 fustane, nuk është që realizojnë ka 1 dhe ndodhet edhe kjo pra. Po, të parin si zakonisht e bëjnë pak më të veçantë, sepse do bëj hyrjen me atë fustan,
Edhe pastaj kur vjen puna tek komoditeti, tek rehatia, shkojnë bëjnë ndrimin dhe veshin fustanin që e kanë seriuar pak më të rehatshëm, pak më komod që të luajnë normalisht këcejnë bashkë me shoqëri në mbrëmjen e maturës. Kjo është bërë tash, apo? Se nuk beso që ka qenë më herët, ti kenë 2 fustane. Qëtash të tregoj më sinqerisht, unë kam dëgjuar edhe më herët, por... Më të ralla raste. Shumë raste të ralla kanë qenë, po tash e shoh se shpeshtohet ky rast, po nuk është diçka e keqe realisht, ama nuk mund të themi që është edhe diçka e mirë se fundi është një mbrëmje, kështu që mjafton të realizohesh diçka që ti jesh edhe komode, po ashtu edhe dukesh mirë. Ka zgjidhje për çdo gjë, por realisht ajo shkon në bazë edhe financimit, nëse e ka atë mundësi për ta bëj, pse jo? Pse jo, sigurisht. Vinë t'i bëjnë domethënë të dyja, jo që e bëjnë një fustan edhe atë që e kanë në shtëpi pastaj mund ta marrin. Kam bëjnë edhe dyja. Për një mbrëmje domethënë vinë të bëjnë dy. Për një mbrëmje realizon 2 fustane. 2 fustane. Kjo është rëndësia, ajo që folëm se çfarë rëndësie po japin. Që duket më bukur edhe fustani që t'jetë më rahat. Po, edhe fustani për të vallëzuar edhe për ta shijuar mbrëmjen. Po. Të flasim pak për meshkuj, sepse folim sigurisht për vajzat, sepse mendoj që janë vajzat ato të cilat i japin më shumë rëndësi dukjes në natën e maturës, por për sa i përket meshkujve, si janë meshkujt në këtë raport, në raportin me maturën, a janë të fokusuar shumë nga pamja? Shumë pak. Shumë pak, do me thonë, unë 1% shumë vogël kam të porosive tek meshkujt, por interesimi normalisht edhe të ato ndikon dhe është i njëjtë si të është edhe tek femrat, por vetë fakti që meshkujt e kanë kostumin edhe nuk është që egzagjerojnë shumë, por ka një përqindje shumë e vogël që ka interesime vinë bëjnë realizime të kostumeve pak më të veçanta, ama është një përqindje shumë e vogël. Nuk është interesimi tek ato personal, por nuk është interesimi që ta kenë pak më detajisht dhe të realizojnë diçka prej zero. Më shumë sa jonë tek pjesa të marrin të gatshme. Dhe më tha preferojnë më shumë ta shohun këtë dhe se vras mendjen shumë. Nuk është e pjesa se ta vrasin mendjen, sa që është e pjesa që kur e shet që ka diçka të gatshme, pse të sajot videt të pjesa për realizimin. Kjo në base sepse për meshkujt nuk është që ka shumë modele normal. Nuk ka edhe shumë zgjidhje. Ka zgjidhje në periudhën kur dëshiron të realizoj diçka. Por si zakonisht bazohen tek pjesat e gatshme dhe kështu që nuk është që marrin interesimin aq të madh. E kanë më lehtë. E kanë datë mendën, po. E kanë më lehtë. Sa kohë përpara kanë ardhur për t'i porosit fustanet, le të themi sepse më shumë për fustanet bëhet fjalë tek ty për shembull si dizajner, sa kohë më përpara duhet të vinë? Tek unë personalisht kam filluar 6 muaj para. Pra po përgatiten edhe për 6 muaj para. Për 6 muaj radhazi ke prova gjithkohës me maturantët? Jo, nuk është që kam radhazi gjithkohës me prova me maturantët, por do me thënë terminat i zënë 6 muaj para. Fillon, do me thënë, starton prej 6 muaj para, e pastaj varësisht a fillohet të realizohet fustani, apo le të themi kostumi i djemve, apo fillon edhe pjesa për prova, ajo mbetet krejt si do bje në qasje me klientin edhe dizajneri dhe klienti, por si zakonisht fillohen të bëhen në 1 muaj, maksimumi 2 muaj para. Varsisht edhe porosien sa e ketë madhe. Nëse ke një sasit porosive me një numër të përcaktuar, ti mund është edhe 1 muaj para, por nëse është numri i madh, dhe sasia është e madhe, duhet sa më herët. Sa më herët, sigurisht. Të të pyes pak për çmimet, sigurisht nuk kapim numra çmime kështu shifra, por që a ka për shembull për maturantët mbase oferta pak më speciale me çmimet sa i përket maturantëve, sepse mbase fustanet që i kërkojnë ndoshta janë aq të ngarkuar sa edhe fustanet e dasmave që i kërkojmë ne për dasma, po mbase mund të ketë për sa i përket çmimeve, sa janë të kënaqur le të themi edhe me çmimet në përgjithësi. Shifne me çmimet si zakonisht tek maturantët bazohemi tek pjesa që dalin ato të kënaqur, si me fustanin, po ashtu edhe me çmimin. Tek çmimi ne mundohemi që të orientohemi pak tek standardi, kështu që asnjëherë nuk ja shkalojmë çmimet nëse nuk shkojmë në bazë të standardeve. Siç është standardi, ashtu edhe realizojmë edhe çmimin, por si zakonisht maturantët i veçojmë pak çmimet, shkojmë në
gjithë shkojmë në zbritje. Sigurisht, 1% shkon në zbritje. jepen disa oferta. Ka pasur raste ku ke refuzuar ndonjë klient, ndonjë maturant që ka dash diçka që ti ke thënë kjo nuk bëhet se nuk të shkon ose ku diun diçka kështu? Jo, nuk ka pasur vetë për faktin që tregova se unë u shkoj për më shumë për qefin e tyre, për idetë e tyre sa tek idetë e mia. Normalisht idetë tona janë pak më specifike, po ato e kanë ndarë mendë për atë model, kështu që në kundërshtim nuk bie asnjëherë me maturantët. Pra i menaxhon, pritshmëritë e tyre i menaxhon. Duke qenë se ti, normal, kur kemi folur edhe më herët, ke thënë që ke punuar edhe në Kosovë, në fakt, edhe shpesh është kjo temë diskutimi kur vin puna tek maturantët, sepse në Kosovë mbasi janë edhe më të egzageruar në krahasim, japin edhe shumë më shumë rëndësi se jepen tek ne, sipas asaj që e shohim sigurisht në rrjetet sociale dhe në atë që flitet në media. Si e sheh ti dallimin e maturantëve në vendin tonë dhe maturantëve në Kosovë, sepse unë të paktën edhe unë vetë që i kam parë në për media, me të vërtet maturantët në Kosovë shumë më shumë japin rëndësim për mes maturës, janë shumë më të egzageruara. Do të thënë, fustanet janë shumë të përpunuara dhe të egzageruara. Ka një dallim apo mes këtyre dy vendeve? Është shumë e vërtetë kjo që tha, ta mbështes fjalin që e the, kështu që është më së e vërtetë vetë për faktin që është diçka edhe që shihet falë mediave dhe rrjeteve sociale. Në Kosovë tema se, do me thënë, është rëndësia tek pamja, kështu që edhe egzagerohen si në pjesën e pamjes, pashtu edhe të kthehem tek pyetja që ma bëre ma herët për pjesën e çmimeve. Ato çmimet shkojnë me çmime të larta dhe nuk e kanë atë pengesën se sa do jetë, kështu që ato në të dy anët egzageron si tek çmimet, pashtu edhe tek pamja. Ndryshimi tek ne edhe tek ato është shumë i madh. Shumë i madh. Megjithatë qëndron eleganca tek të dyja. Besoj. Nesha, duke qenë se jemi nga fundi, dhe sigurisht ne sot e kishim temën për maturantët, por më trego pak çfarë pritet prej teje, sepse di që je gjithkohës duke punuar, por çfarë presim, e di që zona zbulosh artistët me të cilat do bashkëpunosh së shpejti, ne do i presim të shohim, por çfarë pritet prej teje mbase ndonjë koleksion të ri ose po tash bile më herët biseduam vetë për faktin që maturantët po ashtu edhe porosit tjera që kemi në sezonën verore, ne e marrin pakat pjesën që na, le themi, na ngulfatin pjesën e punës, sa që nuk ke hapësirë të bësh diçka për të krijuar për vete, po ashtu, kur them për vete, them ndonjë koleksion, po mundohemi ta menaxhojmë, po gjërat e reja normalisht se çdo herë ka. Një ujë që lëvrit, pihet. Ajo është diskutohet, kështu që edhe ne si kem lëvizje, po ashtu edhe do ketë gjëra të reja, po unë më mirë të them mbetet për të parë, sa që të përcaktoj diçka. Sigurisht, ti do na vish përsëri prapë me projektet e tua, kështu që... Nuk the kot më herët jemi bërë shtëpis. Po, pikërisht. Neshat, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit të Ftesë në studio, sepse di që je shumë i ngarkuar, i angazhuar, kështu që faleminderit shumë edhe një herë që ishe pjesë. Faleminderit edhe për juve. Qëtash unë u bëra i shpis, po tash ju do të filloni të bëjnë një shpis atë në të kohë. Patjetër, faleminderit shumë.